Astrid, po nisë me ty, kush fiton? Asive, pyetje që... Kush fiton dihet? Sa fiton së dihet? Kush fiton dihet? Që fiton lëvizja vetëvendosje, po këtu nuk ka dilema kush fiton. Po sa fiton? Sa fiton kush? Për këtëve. Këtë dilemë, une momentalisht normal nuk e kom zgjedhur. Kush sa fiton? E kom thonë para do dite, në qoftë se zgjedhët ishin majtë sëd. Ishin majtë para një jave, Kosova 2, kisha thonë që kisha mujtë me thonë një fa rezultati që lëvizja vetëvendosje kish pas një ranje serioze, pe 42% karo në dikun 37-38%. Mirë po, këj fund viti, na ka shti shumë X-a dhe Y-a. Njoni X është sa vetat për Kosove shkojnë me festu jashtë. Sa nga trupa votu se së shë Kosovë këtë ditë. Nuk e dim, ka gjithë farë matematike. Vitin e kalum, jënë shqit 80.000 polisat sigurimit javën e fundit. Po, jo e sot vinë. Do më polisat sigurimit për mërgjimtar. 80.000 polisat sigurimit jënë shqit. Me një mesatare prej 3 udhëtarve në vetur, diku llogaritët që pak ma shumë se dikur rreth 130.000 votues potencial në ato vetura. Tash veç vetura, tash për shembull nëse him këtë tim se unë nisa me këtë X-in e parë është sa shkojnë për Kosovë. Na kena mungesë serioze statistikave, na statistika kemi veç sa shtetoj çmimi i Bostanit, edhe i teshave të punës, që i bën enti statistika, po statistika serioze me ditë. Për trendet tjera shoqënore s'kem, pra na nuk e dim sa veta na dalin jashtë Kosovës, si statistikë, gjatë sezonit të festave, edhe sa na hinë realisht, po bojna matematika që është mund. Do thonë dalin 40.000, do thonë gjarin 60.000, do dalin 80.000, tani i veti thu këta që merren me ta statistika. Të kujt janë këta që dalin, thonë dalin këtë, ato opozitës. Do që merren më seriozisht thonë që kena vëmatje, dalin bazë përqindjes, ata që shkojnë bazë realisht reflektojnë proporcionalisht përqindjen e votë. Tani këta që hinë normal. Pa flasim me polisat sigurime, 80.000 polisat sigurimeve, janë herë 3, po bojnë 240, për tyve 25% janë të moshës nën votim, pra të moshës që s'kanë direkt me votu, sa për t'i bina aty Erman, janë 120.000, apo? Qështu i bike? 120.000. Hajtë edhe njerë. I kemi 250 aviona, që kanë mëna është të 3 ditë, si pas Remzi Jupit që më tha. 250 aviona që i bjen aeroplana në të 3 ditë që bile e bisedova me Remzi, pe ka zoj, se jem ka shpiki ku zhët temën, do me thonë, vinë dikon rrëth 50.000 veta dhe i dilën. Plus me autobusa? Vëq me aviona, po të klasim. E pyta, thasha është kjo, a u rrit? Tha jo, pa ka shumë njëjtë është dikon në 70% ma shumë se vitin e kalu, ma diqka, po që aty dikon. Pra edhe shtaj edhe një 50.000 që vinë me aeroplan, që i thëmë në avion, bashkurt, me aeroplan. Edhe në një që vjen me autobus. Po këgja shumë vinë në autobus. Po tash të 50.000, 45% njën 3,